Kryeministri Edi Rama kryesoi delegacionin e Shqipërisë në takimin e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s, të mbajtur në Ankara të Turqisë, ku temat kryesore ishin rritja e shpenzimeve për mbrojtjen, forcimi i industrisë ushtarake të aleancës, vijimi i mbështetjes për Ukrainën dhe shtimi i masave për parandalimin e kërcënimit rus. Në fokus ishin gjithashtu siguria në lindjen e mesme, uniteti mes aleatëve dhe forcimi i bashkëpunimit transatlantik. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi dhe ambasadori i Shqipërisë në NATO Bardhyl Kolçaku ishin pjesë e delegacionit shqiptar. Pas pritjes zyrtare nga presidenti i Turqisë dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, kreu i qeverisë shqiptare zhvilloi një takim kokë më kokë me shefin e Aleancës së Atlantikut të Veriut. Në fotografinë zyrtare, vendi i kryeministrit Rama ishte përcaktuar në qendër, krah presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ndërsa liderët zinin vendet, Rama u pa duke komunikuar me kancelarin gjerman Friedrich Merz, ndërsa atletet e bardha të kryeministrit tërhoqën vëmendjen e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, i cili ja tregoi si detaj presidentit të SBA-s Donald Trump. Në foton zyrtare ra në sy edhe kravata e verdhë e presidentit amerikan. Presidenti francez Emmanuel Macron mbante syze të errta, ndërsa kryeministrja italiane Giorgia Meloni, ndryshe nga 3 lideret e tjera gra të vendeve anëtare, nuk ishte zgjedhur të bardhën si ngjyrë të veshjes. Në sallën e diskutimeve të liderëve, kryeministri Edi Rama hyri krah për krah me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Vëmendje të veçantë morën edhe lëvizjet dhe takimet e presidentit të SBA-s Donald Trump, përpara se liderët e 32 vendeve të NATO-s të nisnin diskutimet me dyer të mbyllura.